12 nëntor 2025 jemi në ditën e mërkurit. Përshëndetje, unë jam astrologja Denisa Shyle. Do të flas në lidhje me ndikimet astrologjike që do të kemi gjatë kësaj dite. Mërkuri tashmë është në retrograd, këtë e ndjejmë në mënyrë të dukshme. Kjo vendosje mund të na shtyrë ne vërtet në fanatizëm, prandaj do të jemi shumë të kujdesshëm për ideologjitë të cilat mbrojnë. Si rrethoj, do të jemi shumë të kujdesshëm edhe në mënyrë se si komunikojmë me njëri tjetrin. Kjo është dita e mundësive vërtet të mëdha, por do të vinë nëpërmjet sfidave. Këto mundësi do të jenë në përgjithësi në lidhje me karrierën, mund të krijojmë edhe një stabilitet vërtet shumë të madh ekonomik. Kemi një kan negativ midis diellit dhe hënës së gjithë kësaj dite. Për këtë arsye, mund të kemi një disbalancim të dukshëm të energjisë. Veprojmë në mënyrë impulsive, duke qenë se nga ana emocionale jemi vërtet shumë të lodhur, sepse kemi shumë vendosje tek shenjat e ujit. Gjithçka në këto momente e ndjejmë në mënyrë shumë intensive. Është edhe arsye që reagimet tona lënë vërtet për të kërkuar. Këshilla në lidhje me këtë temë do të ishte që të fokusojmë më tepër tek bota jonë e brendshme. Kjo na jep mundësi që të gjejmë edhe oaze të ndryshme për të qetësuar dhe si rrethoj të mos e mbështesim qetësinë tonë shpirtërore tek të tjerët. Bile do të fitojmë aftësinë që ta shpërndajmë atë në ambientet ku ndodhemi. Mos harrojmë, sfida e kësaj dite është egoja e panevojshme dhe lufta që krijon ajo. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me yjet.